Gjëja e parë që disiplinon njeriu është ndërgjegjja e tij. Ndërgjegjja e tij. E dyta shoqëria, e treta ligji. Disiplina më e rëndësishme që disiplinon njeriu është pikërisht ajo ndërgjegja. Sepse nëse ti ke një ndërgjegje të cilën ti e vën në disiplinë, nuk ka nevojë as për shoqërinë, nuk ka nevojë as për ligjin, as për babain, as për nënën, as për shtetin, as për policinë. Ti e kontrollon vetëm mos bësh keq, e kontrollon vetëm që të durosh, ti jesh social, ti jesh altruist, mos ti jesh egoist, mos ti individualist, të vësh jo gjithmonë interesin personal, por edhe interesin e përgjithshëm të shoqërisë. Pra ndërgjegja është ajo kontrolli social apo kontrolli shoqëror i individit themelor dhe më i rëndësishëm. Dhe feja dhe besimi fetare vën pikërisht theksin tek kontrolli individual i njeriu, pra i ndërgjegjes tij. Nëse ti ke ndërgjegjen të pastër, konkretisht për shembull ne që jemi edhe në muajin e Ramazanit. Askush nuk pengon, për shembull që unë ta hap këtë dhe ta pi këtë ujë në fshehtësi, askush nuk më shikon. Ama është ndërgjegja, po e njëjta gjë siç vlen për çështjen e agjërimit të Ramazanit, duhet të vlen, edhe vlen ke ata besimtarë të cilët nuk janë thjesht fetarë vetëm në duke, po e kanë përmbretësuar atë në ndërgjegjen e tyre, që mos i bëj keq tjetrit. Bëj mirë. Mos e paragjyko. Të gjitha këto normat morale që ne dim që janë të mirë dhe nuk janë, po themi ne, unanime në konsensus me të njerëzve, që janë të mirë dhe nuk janë të këqija. Po këtë e bën besim fetar, sepse njeriu thjesht përmes racionalitetit, përmes po themi ne që e keqja nëse ti bën keq tjetrit, kjo është e dëmshme apo empatisë shpeshherë funksionon deri diku, nuk funksionon deri në skaja ose deri në fund. Pra, ju mendoni se feja është një mënyrë rregulatori për ta bërë patjetër është një rregulator, ka qenë tradicionalisht për shekuj me radhë një rregulator. A ka keq funksionuar në momente të caktuar? Sigurisht që ka funksionuar dhe njeriu në këtë botë do të keq funksionojë në momente të caktuar. Po është nga rregulatorët më të mirë që disiplinon njeriu në ndërgjegjen e tij se si të sillet me veten e tij në radh parë, po edhe me shoqërinë që e rrethon, edhe me mjedisin që e rrethon. Profesori e tha, mos bëj keq, mos bëj diçka, mos merr me, po them, me atë fajt apo me kamat, sepse kjo është diçka e dëmshme për shoqërinë.